kuptove që vetëm ti tani gjithë këto që pësë? Une e kuptoj përshkrimin edhe e kuptoj situatën e denoncimit. Megjithatë, unë mund të konstatoj se fituesi vetëm i këtyre zgjedhjeve është një njeri, Sali Berisha. Dhe si humbë situatë se. Jo, fituesi i këtyre zgjedhjeve është Sali Berisha. Fitoj se po mundohem me argëtu pse. Unë i njënë 5 lider të cilët kam pas përplasje mrenda partive, të cilët janë zhdukur, nuk ekzistojnë mas i lider, s'po du me t'i përmend, një prej emrave kryesor janë, dhe me thënë, që për ta përmendi Boris Tadićin, për ta përmendi Gruevskin, për ta përmendin një në Slovaki, një në Çeki e tjera, janë të tillët që kanë humbë. I vetmi, realisht që e rikthej veten në një farë mënyre që ishte i humbur, është Sali Berisha. Si individ, në një betejë brenda të djathtës, ajo është fituesi. Si individ, brenda një betejë elektorale, ajo është fituesi. Por humbësi është Partia Demokratike në këto zgjedhje. Ma bëjti dallimin e kësaj narrative. A mundet që një individ i cili kishte ikur nga politika tjetë fitues dhe Partia Demokratike tjetë humbëse. Dhe cila është narracioni që ju në të ardhmen ta shëndroni fitorin në individin dhe humbjen e partisë në një fitore të ardhshme. Pyetja ime edhe parë është tu, pastaj mund ta diskutoj. Në besimin tim, do thuj mas pari që a kam gabim apo jo, pastaj vazhdoj. Është mendimi juaj dhe nuk e kam tu. Po ballavaçohemi. Unë thjesht mund të them që në mendimin tim, një kryetar apo një parti dhe antarët e një partie nuk mund të kenë fitore apo dështime të veçanta në një proces zgjedhor. Dështimi apo humbja, për që në të saktë, është e gjithëve ne, si parti, qofse po flasim si parti. Këtu është edhe më e gjerë. Tu nuk është se ka humbur vetëm PD-ja, po këtu kemi humbur gjithë, si shoqëri. Sepse është mbajtur edhe 4 vite një pushtet që ne gjithë e dim s'kemi asnjë surprizë, askush s'pret asgjë nga ky pushtet. Do të vazhdojnë këto që janë, 40 milion euro i e tjera me radhë. Afera që do të vazhdojnë. Nuk pret asnjë shqiptar dhe prandaj nuk ka asnjë gëzim këtu. E vetmja është një frikë që mund të largohen dhe 200.000 shqiptar tjerë dhe kush do mbetet. Kjo është e vetmja gjë që ka pllakosur sot vendin. Në këtë aspekt, për sa i përket analizës që ju bëni në rastin e individit Sali Berisha, po, Sali Berisha është unikal, patjetër bën diferencën me ata që ju përmendën se ishte një njeri që u rikthye pavarësisht një sulmi kombëtar dhe mafie ndërkombëtare dhe çfarë të doni ju. Dhe arriti me këtë forcë, po pati një gjë të veçantë, të ndryshme. Sali Berisha u rikthye me votë. Në rastin konkret ne s'kemi votë, s'kemi zgjedhje. Procesi që ju përmendni brenda Partisë Demokratike erdhi me zgjedhje. Kurse këtu nuk ka zgjedhje. Dhe ajo çfarë më frikson mua më shumë nga kjo situatë, është ne të normalizohemi me krimin. Jo, Klevis, nalimi te kjo pikë. Për arsye se na kemi fitoren e një individi, pa dyshim. Brenda të djathtës, brenda Partisë Demokratike. Rikthimin e tij, një betejë 3 veçare. Krye ajo. Jo. Por jo, ajo e ka një rrëfim. Po në momentin kur fitoi, rrëfimi i Partisë Demokratike mungoi, ishte rrëfimi i një individi në zgjedhje. Dhe ky rrëfim e solli këtë rezultat. Fitoren e prap një individi. Stabilitetin e një individi brenda djathtës dhe brenda Partisë Demokratike. Po përtej kësaj nuk kemi kur gjë tjetër. Kjo është, unë e frikojm se na mujna me përshkruaj situatën se ka pas vjedhje. Na e dim se sistemin se çfarë ndodh para zgjedhjeve. Zgjedhje në ditën e diel, vjedhje në ditën e diel nuk ka në Shqipëri, as herën e kaluar as tash. Këto gjëra para përgatiten 5 muaj më herët, 6 muaj më herët. Nëse ndërtohet një ndarrim. Ajo që une po du të them është cili është rrëfimi i Partisë Demokratike për te individit fitues që është Sali Berisha. Vetëm do të ndajmë diçka. Nuk mund të themi që gjërat tu bën 5 muaj, 6 muaj, pra praktikisht ne pranojmë që ka vjedhje. Sa dush. Po nëse ka vjedhje, nuk ka vend për analiza të tjera. Nëse do mendimin tim, Klevis, në Shqipëri nuk ka vjedhje. Ka një ritual të manipulimit i cili zgjat
ndash quje patronazhizëm, ndash quje shtresimi burokracisë mrenda hapësirës e Partisë Socialiste. Ka elemente plot që mund të kritikojmë. Ajo që po du të them është, për te i këtyre, cili është rrëfimi i Partisë Demokratike, vlla, se rrëfimin për individin e din, ajo është fitus. Pa dyshim. është fitus ndaj Partisë Socialiste, është fitus ndaj ndërkombëtarëve, është fitus ndaj kundërshtarëve. Është nuk duhet pyetur Klevisi për gjitha këto gjëra. Po janë të rëndësishme se duhet mi diskutu këtu. Qofse ju po flisni se ju po bëni një analizë sipas mendimit tuaj dhe kërkoni mua që të diskutojmë mbi analizën tuaj. E kam bindje. Unë kërkoj këtë, në qoftë se ju më pranoni mua, që po, këtu bëhen vjedhje dhe ato bëhen... Unë vjedhje fjallën vjedhje nuk e përmenda. Unë nuk po flas Në Shqipëri s'ka vjedhje të votas, po në qoftë se... e përmenda një term tjetër. Të lutem, në qoftë se ju pranoni që këtu ka vjedhje vote, kjo tavolit nuk ka vend për diskutim tjetër, se ku ka krim, diskutohet krimi, nuk diskutohet Ta viktima. vendosim, shiko tani vjedhjen e mirë, ta tash. vendosin, ja, institucionet që do merren me këtë punë. Në qoftë se është OSBE deri, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është dhe kallëzimet tuaja të institucionet e ligjit. Se dy gjërat që më dërgove mua ti, se unë s'dësha ta vazhdonja, pastaj se pash që ajo është një makinë që duket sikur kishte edhe disa para këtu mbi kroskot në vendin më të dukshëm. Ja një minutë, pa ajo nuk duket çfarë. Edhe kjo është, qa folëm për manipulim. Mund të jetë mjeti tënd ajo. Ylli. Jeta mjet që futet në... Po është video e ndarë ajo që futet, aty ka makina tjera. O Ylli. Aty tregohet dy gjëra janë qesharake pak. Për videon, mos ki merak fare. Jo, Ylli. Po iqe, mund ta heqim këtë, nuk kanë jo detaje, ta heqim detajin. Dush me qenë më tolerant. Se me gjitha të këto pika, kur ka denoncim... Zotin Klevis shumë, se mund, thellë, dhe shumë. Se di, atëherë mund të kalojmë në një diçka tjetër, që është që e kam votën e diasporës. Narracioni Klevisi dhe Joti, edhe i shumicës së njerëzve të Partisë Demokratike, ka qenë, kanë ikë 1 milion njerëz, kanë ikë 400.000 njerëz, 500.000 njerëz. Tash mos më thuj që edhe këtu ka pas vjedhje, për arsye se është Ju mendoni që nuk ka pasur? Jo, unë ta them pastaj. Mas pari, nëse po donë me folë për votën e diasporës, një parti e cila e ka bo betejën e mranshme, vetëm disa muaj para zgjedhjeve është konsolidu, nuk është çmenduri me kërku votën e diasporës dhe me nënshkru votën e diasporës. Atë që ka bo përfaqësuesi juaj, ja kam thënë në studio, është mosdije më spaku që thuat. Më spaku. Por kjo është çështje tjetër. Se narracioni realisht i pushtetit është ndërtu në diasporë, e jo këtu, atje ka fillu. Dhe logjika e atij që e ka nënshkruar sekretarit ju, dhe më thënë, ai ka dije këtë burokratike, lidhje me politikë s'ka. Lidhje. Ai realisht është e ka kriju narracionin kryesor të Partisë Socialiste. Kjo që a desha me thënë. Dhe mbi këtë, po du të thënë diçka Klevis, si është e mundun që gjithë ta njerëz, se këtu paradigma, pastaj merr një kaje tjetër, nuk ekziston më. Si është e mundur që gjithë ta njerëz, sa kanë votuar nga diaspora, kanë votuar për Partinë Socialiste. Dhe me thënë, njerëz që i ka përzë për Partia Socialiste, kthehen edhe votojnë për të. Nëse nuk është vjedhje, ka një problem në këtë narracion. Dhe me thënë, ka problem me atë njeriu që kanë nënshkru, se Partia Socialiste është përgatit 1 vjet për këto zgjedhje në... Ngarkojmë shumë se zhëtë. Po a mos të flasë, në regullë është. Mo mirë bërë ti... Jo, po në regullë. Le të përgjigjer. Të kthejmë përgjigje, jo, të kthejmë 2 gjëra bilës. Kthejmë përgjigje. Ju me të drejtë. Jo, ajo di që po të thëmë sekretari juaj është pa pik dije politike. O shumë djali mirë, burri mirë, si dush ta qujmë. Ja kam thënë në studio si mundet një njeri. Kari kushtu atë. E din fort mirë. Për Ert Bilukbashi. Ert Bilukbashi. Ja kam thënë në studio se e kam përvojën me Kosovën, e kam përvojën edhe me Kroacinë dhe me tjerë. Pastaj, kur të keni kohë. Ja të mbaroj dhe me njerë. Unë shkurtimisht 2 gjëra, shumë e vërtet ajo që tha dhe zoti Rakipi, duhet të dëgjojmë OSBE Odirin. OSBE Odiri thotë që me këto zgjedhje nuk shkohet në Europë, se me këto shkohet në Bangladesh. Jo, me këtë shkuar zezën mbi të bardhë.
Me këto zgjedhje nuk shkon në Po Europë, ka thënë fjalia e shkruhet dytë. Bangladeshit gjithë unë. Jo, Bangladeshit e shtova unë, po që nuk shkohet në Europë, nuk shkohet me këto zgjedhje, e kanë fjali të dytë. Pa mund të ma gjeni, a e ka thënë... Ta nxjerrin atë të OSBE Odirit, po. OSBE Odirit... Nuk është në tekst, deklarat gjatë konferencës për shtyp ishte kjo. Nuk është në tekstin e Me raportit. këto zgjedhje nuk shkohet në Europë. Odrit ishte një nga grupet e shkuar s'ka asnjë. Po, tani, e dyta, për sa i përket Mund votës... them ta thjeshtëzojmë pak, se ka gjëra që nuk po përgjigjet as doktorit tani, mos ja kërkoni Klevisit se. Po Klevisi është djali i ri, do të me gjani guximshëm. E ka betejën e vetë. Klevisi mund përgjigje pra, sepse të kjo betonit është fabula që njerëzit andej jashtë janë të lirë,